Profeti ynë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo njohje është shumë e përciptas. Ne duhet dim shumë më shumë për të. Duhet dim shumë më shumë për jetën e tij. Duhet dim shumë më shumë për moralin, sjelljen dhe edukatën e tij. Duhet dim se si ai ndërtonte raportet me krijuesin, me Zotin e tij. Duhet dim se si ai falej, se si lutej. Duhet dim se si ai agjëronte, duhet dim se si ai bonte haxhin. Sepse la ilaha illallah nuk plotësohet nëse nuk vjen mas la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ya Rabbal ibadi وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي Jeta e tij është model. Jeta e tij është model. Allahu Jalla Jalalu thotë: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir." Ju është dhënë shembull dhe model profeti sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Është dhënë etalon. Pra, ne muslimanët kemi një etalon. Etaloni i muslimanëve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai është model. Ai është model për mënyrën se si falemi. Ai është model për mënyrën se si duhet agjërojmë. Ai është model për mënyrën se si duhet bëjmë haxhin. Ai është model për mënyrën se si duhet përmendim. Ai është model për sjelljen dhe edukatën. يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيم. Nuk ka pas goditje më të madhe për zemrat dhe për shpirtin e sahabëve sesa vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye sahabët u ndanë në dy grupe. Një grup nuk e besonte dot, nuk e besonte që këtë ndruje pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e besonte. Jeta e tyre subhanallahu sikur nuk kishte kuptim. Thon sahabët radhiyallahu ta'ala anhum, mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sikur s'kalin më diellin në diell. Kanë përjetuar shumë keq. Nuk e mendonin dot jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e mendonin dot jetën pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk kishte kuptim jetën me dinën e pa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e dim thot, nuk e dim se këtë lind më dielli mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Saqë thot Enes radhiyallahu ta'ala, si va boni zemra, ose si va bajti zemra derdhë në dhëmbë në trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله fi men inde. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshëm, mëshiruesit, Allahun mëshiruesin e botrave, mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelalu i lutem duke thënë: O Allahu Zoti i gjithësisë, na dhuro xhenetin, e sa të jemi gjallë o Zot na mundëso që të punojmë, të veprojmë dhe të sillemi ashtu siç i ka hije banorëve të xhenetit. O Allah na ruaj nga zjarri i xhenemit, e sa të jemi gjallë o Zot na mundëso që të ruhemi nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për të dënuar në zjarrin e xhenemit, qoftë kjo për veprave, qoftë për sjelljeve apo për fjalëve. I lutem Allahun xhalla xhelaluhu që të jemi ne pa përjashtim në këto momente për atyre njerëzve për cilët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë
sa herë që një grup njerëzish mblidhen në një shtëpi për shtëpive të Zotit për të përmendur Allahun, për të lexuar Kur'anin, mëshira e Zotit do derdhet mbi ta. Allahu na mëshiroft. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore, Zoti na qetësoj zemrat dhe shpirtrat. Do të rrethohen nga melajket, lut Allahun që bashkë me ne të jenë dhe melajket e Zotit. Allahu xhalla xhelalu do t'i përmend atje ku është ai, lut Allahun që të jemi ne për aty në njerëzve, që Zoti i përmend atje ku është ai. Amin. Lut Zotin xhalla xhelalu që të jemi ne pa përjashtim për aty në njerëzve për cilët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, dhe kur çohen nga këto vende dhe tubime, dikush nga qielli thërret çohuni se Zoti u ka fal gjunat, gjithë ato që ato ka këtu sevape, Allahu na boft për këtyre njerëzve. Amin. Muslimani dhe muslimania nëse nuk furnizohet vazhdimisht me njohuritë e Islamit, fillon edhe i bien energjit. Dhe në momentin që i bien energjit, do të thotë se kjo do t'japi goditjet e veta në adhurim, kjo do të japi goditjet e veta në sjellje, kjo do të japi goditjet e veta në mënyrë se si njeriu e ndërton jetën e tij. Për këtë arsye dhe ulja ose ndëjtja në tubime të tilla, sikur mos kishte mirësi tjetër dhe vlerë tjetër, vetëm se njeriu kur çohet për këtë vend i çohet me gjuna të falura, ja vlente që njeriu të prezantojë në vende të tilla dhe në raste të tilla. E jo më kur bëhet fjala kur njerëzit domethënë përveç se rrinë dhe qëndrojnë duke përmend Zotin, përfitojnë edhe nga dijet islame, normalisht që kjo është mirësi mbi mirësinë. Në një hadith profeti sallallahu alajhi wasallam i porosit shokut të tij duke u thënë, nëse shihni kopshtet e xhenetit në tokë, mos kaloni pa u ulur në to ose pa ndëjtur në to. Ka thënë pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam, e kush janë kopshtet e xhenetit në tokë? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vendet ku përmendet Allahu xhalla xhelaluhu. Kështu që falenderojmë Allahun i cili na e dha mundësinë dhe sot trim së bashku përmendim Zotin xhalla xhelaluhu, përmendim diçka nga mirësitë dhe madhështitë dhe mrekullitë e kësaj feje dhe të vazhdojmë këtë seminar i cili ka të bëjë pikërisht me themelimin e besimtarëve në çështjet e besimit. Themelimin e besimtarëve në çështjet e besimit. Dhe normalisht janë 3 parime bazë, të cilat janë parimet më të rëndësishme mbi të cilat ndërtohet feja dhe besimi i njeriu. Të njohë Zotin, të njohë fen, dhe sot do të ndalim një pikë që është pika logjike që na çon automatikisht të njohim profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të njohim këtë burr, cilin Zoti xhalla xhelalu e përzgjodhi për të qenë profeti i fundit, i dërguar i fundit, për të qenë ai i cili do të mbyllte njëkohësisht dhe misionin e profecisë në tokë. Këto 3 momente, njohja e Zotit, njohja e fesë dhe njohja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, janë bazat ose shtyllat ose shinat me të cilat lëviz jeta e besimtarit. Jo vetëm kaq, po edhe në jetën e varrit ne do të kemi punë me këto 3 gjëra. Njeriu do të pyetet në varrin e tij, kush është Zoti yt? Kush është feja jote? Dhe kush është profeti yt? Kështu që njohja e këtyre gjërave është shumë e rëndësishme, është themelore. Do thotë ndonjëherë por ne e dim shumë mirë që profeti yt është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Kjo njohje është shumë e përciptas. Ne duhet dim shumë më shumë për të. Duhet dim shumë më shumë për jetën e tij. Duhet dim shumë më shumë për moralin, sjelljen dhe edukatën e tij. Duhet dim se si ai ndërtonte raportet me krijuesin, me Zotin e tij. Duhet dim se si ai falej, se si lutej. Duhet dim se si ai agjironte, duhet dim se si ai e bonte haxhin. Sepse la ilaha illallah nuk plotësohet nëse nuk vjen mas la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pra adhurimi i Zotit nuk mund të jetë i saktë dhe i pranuar tek Zoti në qoftë se ne nuk do të ecim sipas rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye kanë pasur kullu tariqin ila Allahi masdud. Çdo rrugë që çon ke Zoti është e mbyllur illa tariqa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Përveç se rrugës që e ka shkelur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, ashtu siç përmendin dietarët kushtet e fjalës la ilaha illallah, për cilat foli hoxha i nderuar Altini, përmendin kushtet e fjalës Muhammedur Rasulullah. Tasdiquhu fima akhbar, wa intihau amma naha anhu wa zajar, wa imtithalu ma amar, wa an la yu'bad Allahu illa bima shara. Ti besosh në çdo gjë që ka sjell prej Zotit. Pse? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga vetja e tij, çdo gjë që e thot prej Zotit. Ti zbatosh urdhrat e tij, me kuptimin nëse urdhon për diçka duhet më çon vend. Pse?
wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Çfarë t'ju japi pejgamberi zbatojeni. Të ndalohesh nga çdo gjë që ai ka ndaluar. Pse? Wa ma nahakum anhu fantahu. E për çfarë do lloj gjëje që profeti t'u ndaloi, duhet të ndaloheni. Wa an la yu'bad Allahu illa bima shara. Mos adhurohet Zoti vetëm se në mënyrën dhe formën që ai e ka adhuruar Zotin. Siç thot Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an, apo siç e thot një hadith të qartë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadithin transmeton nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha, thot men ahdatha fi amrina hadha, ose transmetimi tjetër amila fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Çdo kush që bën diçka që ne nuk e kemi punuar ose nuk e kemi vepruar, ajo do të refuzohet tek Zoti i gjithësisë. Njohja e muslimanit për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam nuk duhet të jetë një njohje e përgjithshme. Profeti ynë sallallahu alajhi wasallam ka emrin Muhammed, ka jetuar në Mekë edhe ka vdekur në Medinë edhe kaq. Jeta e tij është model. Jeta e tij është model. Allahu xhalla xhelalu thot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir." Ju është dhënë shembull dhe model profeti sallallahu alajhi wasallam, i dërguar i Allahut sallallahu alajhi wasallam. Është dhënë etalon. Pra, ne muslimanët kemi një etalon. Etaloni i muslimanëve është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ai është modeli. Ai është model për mënyrën se si falemi. Ai është model për mënyrën se si duhet agjërojmë. Ai është model për mënyrën se si duhet bëjmë haxhin. Ai është model për mënyrën se si duhet përmendim. Ai është model për sjelljen dhe edukatën. Se nganjëherë ne kujtojmë se feja mbyllet ke namazi, ke abdesi dhe ke agjërimi e ke haxhi. Jo vallahi. Feja është gjithë jeta e njeriu. Kështu që ashtu siç e marrin për shembull për namazin e tjerë, duhet ta marrin për shembull edhe për sjelljen e tij dhe për edukatën e tij. Duhet ta marrin për shembull për mënyrën se si ai e përjetonte Zotin xhel xhelaluhu, për mënyrën se si ai lidhej me Zotin xhel xhelaluhu. Duhet ta marrin për shembull për mënyrën se si pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam i ndërtonte marrëdhëniet e tij me njerëzit. Si komunikonte, si fliste, qofshin këto të besimit që i lidh vllazëria islame, qofshin këto jashtë besimit për mënyrën se si pejgamberi i Zotit sa sillej dhe i trajtonte. Jo vetëm kaq, pa i duhet marr shembull për çdo gjë, madje ai sallallahu alaihi wasallam ka dhënë shembull edhe për jashtë njerëzve se si mund të sjellë dhe se si duhet sillemi. Siç e përmendi hoxha i nderuar dje atë shembullin, që i tha kush është i Zotit kësaj deveje, tha unë. Tha friksoje Zotit se po mankohet, mos e ngarko më shumë se ç'duhet dhe ushqeje mirë. Nëse bota sot krenohet të drejtat e kafshëve, pavarësisht se është hipokrizi e gjallë, por e rëndësishme, ka diçka që quhet të drejtat e kafshëve sot. Në Islam këto gjëra janë themeluar dhe ngritur qysh në origjinën e Islamit. Vëllezër të nderuar, unë po lexoja sepse kam përgatitur një ligjërat që flet për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe po lexoja se çfarë kanë thënë shkencëtarët më të mëdhenj dhe njerëzit më të mëdhenj perëndimor për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Si Gandhi, Lamartine, Bonaparte e të tjerë njerëz të mëdhenj dhe të famshëm që kanë lënë gjurmë në historinë njerëzore. Me lakmi, me habi, Michael Harty në librin e tij 100 figurat më të rëndësishme që kanë lënë gjurmë në historinë e njerëzimit dhe rendit të parën Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe thotë ndonjëri për ju thotë mund të çuditet pse duhet vendosej Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i pari. Ndërkohë që thotë nëse do të masim thotë kushtet dhe mundësitë që ai ka pas në krahasim me suksesin e tij, thotë absolutisht ai është njëshin botë në fjalë. Nuk ka njëri më madhështor, njëri më të madh se sa ai në historinë e njerëzimit. Dhe nuk ka njëri që mund të përmendet siç përmendet ai. A nuk thot Zoti xhel xhelaluhu wa rafa'na laka dhikrak? Ne ta kemi ngritur shumë lart ty emrin o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe me të vërtetë, më lart se në shahadet s'ka. Zbohesh musliman po nuk e përmende. Nuk fiton xhenetin po nuk e përmende. 5 herë në ditë muezini kur e thret ezanin, ose 6 herë, se ezani sabat ka dy ezane, përmendet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në çdo minutë, në sipërfaqen e tokës, thirret ezan. Në çdo minutë, pra në çdo minutë përmendet emri i tij. Në çdo sekond në botë ka një që po fal namaz. Ose po bën dua dhe përmendet emri i tij sallallahu alaihi wasallam. A nuk është kjo një mrekulli? Kështu që ke të bësh me një burr që duhet ta njohësh në detaje.
Për këtë arsye dietar qysh në kohët e hershme kanë shkruar jetë shkrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kanë shkruar për jetën e tij. Ne duhet dim kush është, kush ka qenë jati i tij, nga ka ardhur. Si ka ardhur, si është rrit, si e ka pas fëmijërinë, si e ka pas rinin, si e ka pas kohën e martesës, kur është martuar, si është martuar. Pastaj duhet dim kur i ka ardhur shpallja dhe si i ka ardhur shpallja, si i filloi shpallja. Njohja mirë e tij të bën ty të fuqishëm përballë çdo lloj dyshimi që mund të hedhin armiqtë e Islamit në lidhje me vërtetësinë e fesë që ai solli nga Zoti xhalla xhelaluhu. Për këtë arsye ne kemi për obligim dhe kemi për detyrë që të jemi në koherencë jeta jon në krahasim të vazhdueshëm me jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pse mos jetë mësimi i jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pjesë e mësimeve që mbahen në xhamia? Pse mos jetë pjesë e hutbeve që mbahen? Pse mos jetë në edukatën e fëmijëve ton një orë natë apo një gjysore natë, apo në 2 ditë apo në 3 ditë apo në javë të lexohet diçka për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të ushqehet qysh në vogli me dashurinë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Futja e dashurisë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në zemrat e fëmijëve, në zemrat e rinisë. E mos harrojmë se me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam neve si musliman, përveç se ai është pejgamberi jonë e tjerë, na lidhin shumë gjëra. Për shembull, do të jap 2 momente interesante se pastaj do ta vazhdojmë. Momenti i parë është momenti i lutjes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, çdo lutje dhe dua nuk pranohet tek Zoti nëse nuk çohet salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Hadithi sakt. Kullu du'ain mahjub ma lam yusalla alayya. Çdo dua është e papranuar ke Zoti, nëse nuk çohet salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Momenti i dytë që është shumë interesant, që fatkeqësisht ne e lejmë shumë masdore, pavarësisht se pretendojmë se jemi shumë mashallah në fe, në sunet e tjera, është salavati për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "El-bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Është koprac ai njeri që un kur përmendem në prezencë të tij dhe nuk çon salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Duhet që goja tonë asaj herë që të përmendet e ke vajxhib, e ke për detyrë. Nuk është kjo sunet, po e les ka problem. Nuk është kjo e pëlqyeshme që hamës s'ka gjë ose e bë hoxha për ne. Jo, gjithsecili e ka për detyrë. Sa herë thuhet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam, profeti sallallahu alaihi wasallam. Ke për detyrë, ke për vajxhib. Pra Allahu xhalla xhelalu normalisht që në salavat ka mirësitë e tjera, Allahu derdh mbi robën e tij 10 fishin e mirësive dhe begative të tjera, po neve duhet lidhemi shumë me të sallallahu alaihi wasallam. Duhet lidhemi shumë me fen që ai solli. Edhe normalisht domethënë kjo situatë, domethënë ky 100 vjeçar që kaloi ose 200 vjeçar që kaloi, ka qenë një periudhë gjithë e deklarojmë, ra khilafeti, pra khalifati, ra e probleme, shumë probleme. Tani në shekullin e ri, nga 2001, 2002 e kështu me radhë ka filluar një rizgjim. Çka ka ndodhur faktikisht? Se shumë komente armiqtë e Islamit po na bëjnë të tjerë, vallahi billahi, njerëzit janë larguar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit janë larguar nga feja që ai solli. Edhe normalisht këto do të ishin pasojat. Këto do të ishin pasojat. Sepse njerëzit sa më pranë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të jenë, sa më pranë fesë janë e sollit të jenë, padyshim që do të jenë shumë lart. Dhe në momentin që e lam masdore fen që ai solli, atëherë normalisht do t'i vuajmë pasojat ne të parët. Ne do të jemi ato të parët që do t'i vuajmë pasojat. Normalisht pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam do të kalojmë domethënë një udhëtim shumë të shpejtë dhe të shkurtër mbi jetën e tij sallallahu alaihi wasallam. Ai është lindur në Mekë, siç e dim pra të gjithë, ka lindur në vitin e elefantit, ose që i bia përse është aty tek viti 570 sallallahu alaihi wasallam, edhe aty ka jetuar si jetim. Allahu xhalla xhelaluhu me urtësitë e tij që ne nuk i dim, gjykoi që ai të rritet si jetim. Jo vetëm kaq, po edhe gjyshi nuk e rriti dot. Derisa shkoi në një moshë të madhe dhe urtësitë e Zotit ne nuk i dim. Mirë, po mund të themi dhe prej urtësive të Zotit është që mos thoshte dikush nesër pas nesër apo sot mas 15 shekush që ja ka mësuar jati.
ja ka futi jatin gjak këtë punë, ose ja ka futi gjyshin gjak këtë punë, absolutisht është tretësia e tij. Është përballë me jetën vet, dhe këtu është një urtësi tjetër, sepse njëri nëse nuk është i suksesshëm që është në vogëlinë e tij, si mund të jetë i aftë për të udhëhequr gjithë botën dhe njerëzimin. Pastaj, siç e dini gjithë, ka jetuar për një kohë të gjatë, fëmijë kur ka qenë në bari delesh. Dhe këto është urtësia tjetër, se duhet zbatohej mbi të një profeci që ka ndodhur tek gjithë profetët. Nuk ka pejgamber për pejgamberëve të Zotit që mos të ketë qenë bari delesh. Kështu që edhe profeti duhet të ndiqte rrugën e tyre. Pastaj punoi me tregtin në mënyrë që të jepet mesazhi i qartë se njeriu është krenar atëherë kur jeton me djersën e tij, me djersën e ballit të tij. Dhe ky është mesazhi i qartë. Dhe se një profet nuk mund të jetë profet i suksesshëm nëse nuk është i shkëputur dhe i pavarur nga njerëzit. Po kështu dhe muslimani në jetë. Nuk mund të jetë i suksesshëm nëse është i varur prej këtij apo prej atij. Ashtu siç edhe hoxhallarët në Evropë nuk mund të jenë suksesshëm nëse janë të varur nga kush? Nga kryesitë e tyre. Ai është i detyruar ose më ndryshe i pritet rrogat dhe ikën. Nuk mund të jetë i suksesshëm nda vet. Po nuk qe vet i lirë dhe i pavarur. Pastaj pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam, andej nga mosha 36 vjeçare, bën një akt që një njeri duhet ishte shumë i moshuar dhe i urtë që ta bënte një akt tillë. Po plaste lufta civile në Mekë. Ju e dini shumë mirë historinë e Gurit të Zi. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam tha unë do zgjidh problemin. E dini, ata thanë kush hyri i parë do ta bëjmë gjykatës mes nesh. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam tha unë do zgjidh problemin. Hoqi shallin e tij, e vendosin tokë, tha kapeni gurin vendin në mes, e vun në mes. Kapeni 4 fiset për çdo cep, e kapën. Pastaj pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam e mori gurin dhe e vendosi me dorën e tij të bekuar aty ku është sot pra në Qabën e Madhnushme, që është guri i zi në qoshën e gurit të zi në Qabe. Pra, mbas Allahut ai u bë sebeb që të shuhej lufta civile në Mekë. Ky ishte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Pastaj po të shohësh jetën e tij nga lindja deri në moshën 40 vjeçare, dhe kjo është shumë e rëndësishme, dhe neve duhet kjo shumë që ta përdorim, është se ky njeri ka qenë shembulli më i lartë i sjelljes, i edukatës, i komunikimit. Dhe ka pas dy gjëra shumë interesante o vëllezër. E para i thoshin besniku, El Emin. Ishte besnik. Dhe e dyta, njerëzit tek ai kishin besim dhe çonin tek ai sekretet e tyre. Nëse dikush do trute një pasuni apo diçka, apo kishte një thesar apo diçka tjetër, kush ishte banka e ruajtjes? Kush ishte vendi i sigurt? Besniku, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye në momentin e parë që i erdhi shpallja, kur i mblodhi njerëzit poshtë, vetë hypin kodër dhe në banorët e Mekës i thirri me një thirrje. Me një thirrje, nuk është të shkojë shtëpi në shtëpi. O filan tha, o filan fis, filan filis. O po mblodhen njerëzit. Pse? Sepse e dishin që ky kur thret ka diçka që është serioze. O njerëz tha, nëse unë ju them që mas kësaj kodre, se ky ishte vetë në kodër lart. Mas kësaj kodre, mas kësaj lugine, është një ushtri që do me na pushtuar. A do të mbesonit? Po i thanë për Zotin, do të besojshin se tek ti nuk kemi parë ndonjëherë gënjeshtër. Atëherë tha unë po ju them se jam i dërguar nga Zoti. Etj, dini pastaj se çfarë ka ndodhur. Pra nuk kemi provuar, si tha Herakli. Herakli e pyeti Ebu Sufjanin, tha ore ky tha ka gënjur ndonjëherë? I tha asnjëherë nuk ka gënjur. Atëherë tha Herakli, komenti e Heraklit, i perandorit bizantin, kush ishte? Një njeri tha nëse nuk gënjen në çështjet njerëzore, si mund gënjen në punët e Zotit? Që neve na duhet ta përdorim. Mbas u bë pejgamberi thoshin nga gënjeshtari mashtruesi, prap vazhdojshin ti çojshin sekretet, thesare dhe pasuritë me u harujt. Subhanallah. Po ti po akuzon gjithë ditën që po na mashtron, po rre, ç'është kjo punë? Ku jeti? Prap thu xhamaruj çikte. Dhe natën e hijretit ju e dini. Pejgamberi sa se mi la disa detyra Aliut radhiyallahu anhu, dhe një nga detyrat kush ishte? Ço amanetet në shtëpiat e njerëzve. Nuk tha se shton ca kokë krisur prej muslimanëve, vjen edhe qafirin, sa është qafir. Se qafira vjedhin bankat e bëjnë namin në emër të Islamit, në emër të besimit. Ja, shembull. Këta njerëz e kanë shembull Muhamedit, për Zotin nuk e kanë shembull Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se ta kishin shembull nuk do të vepronin kështu. Jo, po këto qafira po na luftojnë, Zotni, po Muhamedit sallallahu alaihi wasallam po e priçin me lule në trëndafila në Mekë.
Pse po ikte pejgamberi sa prej Mekës? Pse po ikte? Po ikte se doshin me vra. E megjithatë, amaneti dhe pasuria shkojnë në vend. Ky ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Moment tjetër i rëndësishëm që ka të bëjë me jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është se pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam e ka ruajtur Zoti përpara se të bëhet pejgamber nga çdo gjë që mund të kapeshin njerëzit me të, mbasi do të bëhej pejgamber. E ka ruajtur Zoti, s'ka adhuruar asnjëherë idhujt. E ka ruajtur Zoti nga moraliteti, nga alkooli, nga etj, madje në një rast vetëm. Në dy raste, dy herë. Ka dashur të shkojë në një dasëm, si çunëri, si fëmijë, si më thon. Ka dashur të shkojë në dasëm. E kur e kalon shokun me i rujt delet, edhe është nis, sa ka dashur të shkojë tek veni atje, është ul më u qetësu pak, e ka zonë gjumi, edhe është çu të nesërmen prej gjumit, 2 herë. Në një rast tjetër, kur kanë qenë duke ndërtuar Qaben, edhe pejgamberi s'u ka ndihmu, a kupton, për të ndërtuar Qaben. Edhe thot, e vendos shagurin në krah. Edhe ju ka bë krahu, si më thënë, nuk ka vrarë në krah dhe ka desht që ta heqi izarin. Izar është kjo rroba që majnë arab nga beli e poshtë. Ka dash me e heqi izarin, a kupton? Me e vën këtu që të vete gurin. Dhe në momentin që ka dash ta heqi izarin, dikush i ka bërtit ose ka një zë, edhe tak. Edhe ka vazhduar ashtu, e ka bajt gurin. Sallallahu alaihi wasallam. Domethënë e ka ruajt Zoti përpara se të bëhej pejgamber, në mënyrë që masi të bëhej pejgamber, mos gjej dikush asnjë arsye për të, po ti deri di ishe që adhurohesh me ne Zotat, ku bën ti pejgamber ose si u bën. Do të thoshte po çfarë problemi ka, robi pendot, ja, çështja e profetëve nuk është si njerëzit e tjerë. Moment tjetër shumë interesant nga jeta e pejgamberit sa është mënyra se si filloi shpallja. Dhe ne muslimanët hadithin e shpalljes duhet ta mësojmë përmend. Duhet ta mësojmë përmend se duhet ta përdorim kur të flasim me njerëzit. Pejgamberi sa shkonte në shpellë, atje adhuronte Zotin në atë mënyrë që ai mendonte se është feja e Ibrahimit. Edhe rrinte, meditonte, marronte ushqimi, shkonte merrte ushqim, shkonte prapë sallallahu alaihi wasallam. Dhe në një moment i shfaqet dikush aty pa pritur dhe pa kujtuar dhe i thot: "Ja Muhammed iqra." Sa lexo. Dhe pejgamberi sa me qetësinë më të madhe të njeriu i cili është out fare, thot: "Ma ana biqari." Unë s'di të lexoj, thot. Thot iqra. Thot çfarë? Më kapi, thot, dhe më shtrëngoi shumë sa gati sa më qiti shpirtin. Hatta balagha minni al-juhd. Thumma arsalani, pastaj mla. Dhe në momentin që pejgamberi sa më shmush me frym, s'ka qenë të dal shpirti, me të kap Xhibrili. Ai vllai thotë o hoxh kur ke bos tërvitin, thotë se na shkatrove tu na ka përdurësh. Hoxha. Po Xhibrili me të kap më shtrëngu. Apo jo se? A the kështu? Tha kur mosha me frym, më tha prap, iqra. Ai Zoti më dhe krijesë e çuditshme thot iqra. Apo prap për herë dytë. Ma në bekare, s'di të lexoj. Tha fa e kapi prap. E shtrëngoi prap thot derisa ndoli shpirti, aq shumë e ka shtrënguar Xhibrili alayhis salam. Pastaj e lçoi, pastaj herën e fundit i tha iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Ushduk. Iku pejgamberi sa me vrap. I hiku ngjyra e fytyrës, u zvert. Tha mos, më kanë kap xhind. Kjo fjala i hiku ngjyra e fytyrës. Tha mos, më pas kanë kap xhind. Shkoi në shtëpi i friksuar, i trembur, i tha grus mbulo, të u dridh. Gjitha këto janë argumente që ti do t'i përdorësh kur flasësh me njerëz që nuk janë musliman. Kur të flasësh me orientalistë të cilët thonë se ai është i përgatitur, profeti e ka bërë, ka shkruajtur vetëm etj. Po ti ishte i përgatit, po ti ishte i mësuar, po ti ishte nuk kishte pse të tremte, nuk kishte pse të zverte, nuk kishte pse të thotë më duket se më kanë zonë xhin. S'kishte. Po ti ishte i përgatit, më shpall, më ka ardhur shpallja, më ka ardhur Xhibrili, me krenari me të gjitha. Jo për Zotin, i trem, i friksuar, ngjyra e fytyrës i kishte hik, o grum duket i tha Khadixhes, më duket tha se më kanë zonë xhin tha. Ose kam lut mendje tha, se s'ka mundësi të jetë gjë tjetër. Çfarë i tha Khadixha? Jo tha pasha Zotin, ty Zoti nuk pashtron. Po pse? Ti ke disa cilësi tha që Zoti, kush i ka këto cilësi nuk e tradhton, nuk e përul, nuk e pashtron. Subhanallahu, çfarë gruaja e mençur, etj. Gjithë e dini domethënë se si ka vazhduar çështja, shpallja filloi fshehurazi, pastaj u hap, pastaj filluan sprovat, problemet, derisa pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam emigroi për në Medine ose bëni atë që quhet në gjuhën e Islamit hijreti.
Hijreti është emigrimi i njeriu nga vendi ku ndalohet të jetojë me fenë e tij në një vend tjetër ku ai mund të shfaqë dhe mund të jetojë me fenë e tij. Dhe normalisht hijreti vazhdon, do të jetë derisa të vijë dita e gjykimit, sepse vazhdimisht ka probleme dhe ka pas probleme dhe muslimanët janë detyruar që për të ruajtur fenë e tyre të lëvizin, për të ruajtur fenë dhe besimin e tyre. Për këtë arsye, emigrantët, këtu duhet të ndalen pak. Emigrantët në qoftë se me emigrimin e tyre humbin fenë e tyre ose humbin fenë e pasardhësve të tyre, ky më nuk quhet emigrim fetar, por ky quhet emigrim i dynjas. Dhe Allahu xhalla xhelalu ka premtuar nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se kush bën emigrim dynjaje do t'ia realizojë Zoti të gjitha qëllimet e kësaj dynjaje. Varet pse emigron njeriu. Nëse emigron për dynjan, Allahu ka për të realizuar gjitha qëllimet e dynjas. Për Zotin, ora me shtëpi, me makinë, me tonë, me të pi, me gjithçka. Amo ti humb shumë. Humb Zotin, humb botën tjetër. Nëse ti nuk i humb sa e ma, ashtu si e ma, fëmijët e tu. Fëmijët e fëmijëve tu. Prandaj duhet të pas kujdes. Edukimi i fëmijëve në Islam është domosdoshmëri, ose përndryshe hik prej këtij vendi. Çfarë do më bë? Ku do më shku? Minimalisht edukimi i fëmijëve dhe të menduarit, ngritja e strategjive, çfarë do të bëjmë për brezat e ardhshëm. Ngritja e strategjive, duhet punosh me strategji. Për 5 vjet duhet bëjmë këtë gjë. Çfarë do të bëjmë? Si do të bëhet? Çfarë zgjidhje ka? Duhet mendojmë për zgjidhje, ose përndryshe për Zotin që nuk ka Zot tjetër përveç tij. Më mirë në vend tat me krip e me qep e fito xhenetin, sesa të humbësh ahiretin duke humb pasardhësit, duke i larguar nga Islami. Unë nuk them për Zotin se dikush thotë mos ti u thon njerëzve të kthehen, unë nuk e them. Për Zotin nuk e them këtë. Ama unë them që nëse nuk e llogarisin punët që brezat të jetojnë në Islam dhe brenda Islamit, atëherë nuk është fjala ime kjo. S'është më puna ime kjo punë. Kjo është ajo që Zoti na ka orientuar në Kur'an dhe na ka orientuar pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Normalisht hijreti ka dhe një lloj tjetër hijreti që quhet hijreti i vogël ose hijreti i dytë, që do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Muhajiri i vërtet, emigrant, është ai që emigron nga çdo gjë që Zoti xhella xhelalu ja ka ndaluar. Pra ne duhet të emigrojmë nga gjërat që Zoti xhella xhelaluhu na ka ndaluar. Kështu pejgamberi i Zotit, vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara, pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam për 13 vjet në Mekë i ftoi njerëzit në tauhid. I ndaloi njerëzit nga shirku dhe idhujtaria. Puna e tij kush ka qenë këto 13 vjet? Adhuroni vetëm Allahun, se s'ka Zot tjetër përveç tij. Largohuni nga idhujt dhe idhujtarët dhe dallohuni prej tyre, se nëse doni të fitoni kënaqësinë e Zotit, me Zotin bashkë me Allahun nuk mund të ketë të tjerë. Pra ka urdhëruar në tauhid dhe ka ndaluar nga shirku. Sa e ka bërë këtë punë? 13 vjet. Ka pas dhe gjona të tjera gjatë kësaj kohe, ka pas gjëra edhe të tjera, po jo të rregullta. Për shembull, ka pas namaz në këtë kohë, s'ka dyshim që ka pas namaz, ka pas punë të mira, ku dëgjoni, por kanë qenë shumë të kufizuara. Në vitin e 10 të shpalljes, pejgamberi sa mi ndodh një mrekulli, që është mrekullia e kujt? E Isras dhe Mirajit. Dhe atje pejgamberi sa mi bëhet obligim namazi sa herë në ditë? 50 herë në ditë. Pastaj ja uli Zoti sepse shkonte konsultohej me Musain alayhis salam, derisa shkoi numri në 5, tha Zoti këto janë 5, po barabart me 50. Është i vetmi adhurim që është bërë obligim në qiej, jo si adhurimet tjera që janë bërë obligim në tokë. Pastaj ka jetuar edhe 3 vjet në Mekë dhe pastaj emigroi për në Medinë dhe në momentin që emigroi në Medinë doli në pa një islam krejt ndryshe nga ai i Mekës. Islami në Mekë ishte një islam i ngushtuar për të rritur jetën, ruhu këtej e ku dëgjon etj, ndërsa në Medinë Islami mori ngjyrimin e vet të vërtet për cilin Zoti i kishte sjell Islamin në këtë tokë për të jetuar Islami si një sistem
i cili di si të menaxhojë jetët e njerëzve, të mirat e njerëzve dhe si ai mund të shërbejë njerëzve për të siguruar lumturinë e kësaj bote, siç ju ka premtuar dhe lumturinë e botës tjetër. Pra u ndërtua shteti Islam, i cili udhëhiqej nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, pastaj u shtuan dhe obligimet, detyrimet, ngjyrimet, ligji i luftës zbriti më vonë etj, siç e dimë gjithë, domethënë deri kjo punë ka vazhduar derisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kthehet në Mekë triumfator, e çliron Mekën, i fali ata njerëz që deri dje e kishin luftuar, duke dhënë shembullin më të çuditshëm dhe të mrekullueshëm që ka parë në historia e njerëzimit, kur i tha ju kanë fal, siç fali Jusufi vëllezërit e tij, dhe pastaj kthehet përsëri në Medinë, pastaj kthehet bën në Haxhin e Lamtumirës, dhe mbas Haxhit të Lamtumirës, pra që është viti i pothuajse i fundit pra jetës së tij, në vitin 11 të Hijretit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillon dhe jep pra mbaroi viti i 10 i Hijretit dhe sapo filloi viti i 11 i Hijretit, pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam fillon dhe jep shenjat e para të fillimit të një faze të re të zhvillimit të jetës së muslimanëve dhe të tejkalimit të tij nga një jetë në një jetë tjetër sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye është parë në fillimin e vitit të 11 të Hijretit sallallahu alaihi wasallam që ka bërë disa sjellje që nuk i ka bërë më herët. Shkonte tek varrezat e Uhudit, ju jepte selam dëshmorëve të Uhudit, shkonte në Baqi, ju jepte selam njerëzve të Baqis. Dhe një ditë, siç transmetohet, u ngjit në minber dhe tha: "Inna 'abdan min ibadillah khayyarahu Allahu fakhtara ma 'inda Allah." Tha njërit prej robëve të Allahut, Allahu xhalla xhelaluhu i dha të drejtën për të zgjedhur, dhe ai zgjodhi Allahun xhalla xhelaluhu dhe mirësitë e Zotit. Askush nuk e kuptoi se çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, përveç një burri, Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili tha: "Bel nafdika bi anfusina wa ahlina bi abina wa ummina anta ya Rasulullah." Tha: "O pejgamberi i Zotit, për ty jemi gatshëm të sakrifikojmë gjithçka. Ti je për ne më i shtrenjtë se prindërit tonë, se nonët dhe baballarët tonë." Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Law kuntu muttakhidan khalilan ghayra Rabbi azza wa jall lattakhadhtu Aba Bekrin." Sikur të kisha marrë unë ndonjë të dashur specifik dhe të veçantë përveç Zotit tim, ai do të ishte me këtë emër Khalil Ebu Bekri, por se kjo çështje është mbyllur mes meje dhe Zotit tim. Ebu Bekri është njeriu më i afërt ndaj meje, të gjitha dyert që derdhen në xhami do të mbyllen përveç derës së Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, dhe ndroni jetë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, siç e dim pra të gjithë, në ditën e hënë me 12 të muajit Rabiul Awwal të vitit të 11 të Hijretit, e ka ndruar jetën dhe ka dhënë jetë në prehërim e nënës së besimtarëve Aishës radhiyallahu ta'ala anha, duke çuar amanetet e tij për ummetin e tij që të jenë të sjellshëm me njerëzit që janë nën pushtetin e tyre, dhe e ka mbyllur jetën e tij duke thënë: "Es-salat, kujdes me namazin." Pastaj ka ngritur gishtin, ka thënë shahadetin dhe ka thënë: "Belir rafiq al-a'la", me mikun tim të lartë që po mpret, dhe ka dorëzuar shpirtin tek Zoti i gjithësisë sallallahu alaihi wasallam. Normalisht vëllezër, nuk ka pas goditje më të madhe për zemrat dhe për shpirtet e sahabëve sesa vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye sahabët u ndanë në dy grupe. Një grup nuk e besonte dot, nuk e besonte që të ketë ndruar jetë pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e besonte, jeta aty në subhanallahu sikur nuk kishte kuptim. Thon sahabët radhiyallahu ta'ala anhum, mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sikur s'ka lind modellin në Medinë. Kanë përjetuar shumë keq. Nuk e mendonin dot jetën pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk e mendonin dot jetën pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk kishte kuptim jeta në Medinë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk e dim që të ketë lind më dielli mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Saqë thot Enes radhiyallahu ta'ala anhu, si u aboni zemra ose si u abajti zemra derdhni dhembit me trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Dhe normalisht Allahu xhalla xhelaluhu në këto momente të vështira që s'kishte, situata ishte kaos në Medinë. Dhe pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam kishte ikë nga jeta e kësaj bote për tek Zoti i tij. Në këto momente Allahu xhalla xhelaluhu solli zgjedhjen me njeriu më të dashur dhe njeriu më të mirë në këtë ummet. Mbas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu u ngjit minber dhe u tha njerëzve: "O njerëz, kush e ka adhuruar Allahun i cili është mbi 7 qiejt, Allahu është i përhershëm dhe nuk vdes kurrë. E kush ka adhuruar Muhamedit, unë po e deklaroj sot se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka ndruar jetë." Sallallahu alajhi wasallam. Pastaj diskutimi i madh si do të lahet xhenaza, si do të bëhet me xhenazën, si është problemi, si është puna, derisa shkoi puna që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam t'ia lajnë xhenazën sahabët, e lanë xhenazën e tij në rrobat e tij, sepse fillun diskutojnë si t'ia lajmë, ata zhveshin, mos ta zhveshin. Pati diskutim, pati debat, derisa Zoti xhalla xhelalu me mëshirën e tij ju dha një si lloj gjumi të gjithëve aty që ishin po në debat. Dhe sikur u erdhi një zë që lërën e pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në rrobat e tij dhe e kanë larë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mbi rrobat e tij duke ia derdhur ujin mbi rrobat e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasi kanë mbaruar punë me xhenazën e tij sallallahu alaihi wasallam, e kanë varrosur aty ku ka ndruar jetë, sepse kështu është puna me pejgamberët e Zotit, varrosen aty ku ka ndruar jetë dhe i është fal xhenazja nga të gjithë muslimanët dhe është vonuar xhenazja e tij për këtë shkak sallallahu alaihi wasallam. I është vonuar xhenazja për këtë shkak dhe është varrosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ditë të mërkure, pra ka ndruar jetë për ditë hone dhe është varrosur për ditë mërkure dhe në këtë kohë, gjatë gjithë asaj kohe, vetëm njerëzit hynin në shtëpinë e tij sallallahu alaihi wasallam, falshin xhenazën, dilshin, merren me 2 ditë e 2 natë, domethënë se sa ka zgjatur pra, vetëm duke u fal xhenazën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e kanë hapur varrin me lehd dhe e kanë varrosur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në dhomën ose në shtëpizën e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, Zoti qoftë i kënaqur prej saj. Ne muslimanët duhet rrim shumë tek jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duhet rrim shumë. Çdo detaj i jetës tij është mësim për ne. Sepse jeta e njeriu është e njëjta jetë që zhvillohet. Pra ka një fëmijëri, ka një rini, ka një moshë pjekurie, ka një pleqni dhe ka një vdekje. Ne duhet ndalem në çdo detaj të jetës tonë për ta bërë etalon dhe shembull dhe model për jetën. Në çdo detaj të jetës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për të nxjerrë mësime, për të nxjerrë dobi. Dhe se si ne mund të përfitojmë, sepse jeta e tij nuk është si jeta e njerëzve të tjerë. Jeta e tij nuk ishte si jeta e njerëzve të tjerë. Ishte një jetë e cila ishte orientuar nga Zoti i gjithësisë subhanahu wa taala. Për këtë arsye çdo detaj i jetës së tij është mësim për ne. Për këtë arsye ne duhet të rrim më shumë me të, duhet të rrim më shumë me jetën e tij. Sepse kur jeton me jetën e tij është njësoj sikur e ke atë pranë, domethënë. Dhe në momentin që atë e ke pranë, ai do të shërbejë si udhëzim dhe orientim që ti jesh i suksesshëm në jetë. Të njohësh Zotin tënd, të njohësh fen tënd, të njohësh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, të njohësh jetën e tij, ditët e tij, mënyrën se si e ka jetuar, unë mendoj se është gjëja më e rëndësishme që muslimani mund të mësojë në jetën e tij. Për këtë arsye janë quajtur këto bazat më të rëndësishme ose 3 parimet më të rëndësishme, të cilave besimtari duhet t'i kushtojë rëndësi në jetën e kësaj bote. Lutë Allahun xhalla xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe me atributet e tij të larta që të na falë gjunat dhe të na mëshirojë. Lutë Zotin xhalla xhelaluhu që të jemi ne së bashku ditën e gjykimit me këtë burr sallallahu alaihi wasallam. Të jemi bashkë me të në hijen e flamurit të tij. Allahu na bëf për aty në njerëz që do të jenë në hijen e arshit të tij. Allahu na bëf për aty në njerëz që do të meritojnë shefaatin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bëf për aty në njerëz që do të pijen nga uji i Kautherit, po nga dora e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mbyll këtë fjalim duke thënë salavate dhe selame mbi dashurinë e Zotit dhe dërguarin e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله يشفر بك. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانت
عاشت روحي وصار